يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahun e falenderojmë, hamdi takon madhnisë Allahut, që na ka zbritur dritën nga qielli, Kur'anin udhërrofyes për njerëzimin, e ka dërguar pejgamberin dritë, mësuesin më të mirë të njerëzimit. Allahun e falenderojmë që na mundson që ne Allahun ta madhrojmë dhe vetëm prej Tij rahmet, udhëzim dhe falje kërkojmë. Në këtë moment gjumaje kërkojmë nga i madhi Allah që zemra jonë mos devion, po tjetë në rrugtimin veç ka Zoti. Thotë Allahu në Kur'an: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Ai që beson në Allahun e madh, dhe kjo është kapitali më i madh, fitoria e njeriu në dynja dhe në ahiret, yahdi qalbah, Allahu ta udhëzon zemrën, Allahu i udhëzon zemrat tona. Në këtë moment ku pranohen lutjet tona, e lusë Allahun që fjalët e mia dhe fjalët e tona dhe veprat tona t'jenë sinqerta dhe Allahu t'i ban kabul dhe makbul. Qelni zemrat në këto momente, drejtoni ka Zoti me lutjet sinqerta, se ne kemi nevojë për Allahun vazhdimisht. Të përmirësojmë standardin e jetës në këtë dynja, edhe ta kemi një standard më të lartë në ahiret, ajo është xheneti që Allahu ka përgatitur iddat lil muttaqin për njerëzit e devotshëm. Allah i nasip na boft. Prandaj edhe në këtë moment të hutbës e lutim Allahun të na jep mirësitë e kësaj bote, të na jep mirësitë e ahiretit e cila është xheneti, dhe të na mbrojë Allahu nga zjarmi i xhehenemit. Askush prej neve nuk e don jetën e keqe, as në dynjat e as në ahiret. Prandaj në pikat shkurta qel në zemrën në këtë moment, ndëgjoj këto këshilla që burojnë nga feja e Zotit, nga Kur'ani dhe mësuesi më i mirë i njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kush don mos më u shkatërru jeta, kush don ta përmirëson jetën e tij në këtë dynja dhe të ketë jetë të mirë në ahiret, merre këtë porosi të parë: mos u ngut asnjëherë në jetë. Nëse doni që të shpëtoni dynjan tuaj dhe ahiretin tuaj, mos u ngut në jetë. Zakonisht gabimet vijnë tek njerëzit kur ai e humb kontrollin. Kur njeriu e humb kontrollin, kur ngutet dhe nuk e mat fjalën që e flet, veprën që e bën, zullumin që e bën. Prandaj fjalën dhe veprën duhet me matë shumë mirë, se keme dhënë llogari për para Zotit. Alam naj'al lahu aynayn, a nuk i dham njerëzve në sy, wa lisanan wa shafatayn, dhe gjuhën dhe buzën për me fol? Atëherë fol fjalë të mira, kontrolloj fjalorin tan, mos fol fjalë që nuk është i kënaqur Allahu dhe melaçet, që nuk është i kënaqur pejgamberi, që nuk janë të kënaqur njerëzit karshi që i ke. Mos shaj, mos ofendo, mos fol fjalë që s'ka hije. Wa qulu lin nasi husna, dhe thuaj njerëzve fjalë të mirë. Fjala e keqe dhe vepra e keqe ta shkatron dynjan, ta shkatron ahiretin. Fjala që s'ban t'ja thuash dhe veprën që e ban dhe nuk është i kënaqur Allahu, ty të mbjell trishtim në zemrën tënde në dynja dhe në ahiret. Nuk mundesh ti me bani krim me ngutësinë tënde një fjalë dhe një vepër, me ngutjen pa kontrollin tanë, dhe ti me fletë rahat, e prishe dynjan tënde dhe shkatrove ahiretin tanë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "El ajalatu min ash-shaytan." Shpejtësia, ngutja është prej shejtanit. O vëllezër, ne i ndëgjojmë këto fjalë shpesh, po harrojmë. El ajalatu min ash-shaytan, shpejtësia është kur njeriu ngutet dhe humb kontrollin. Pash madhninë e Allahut, nëse njeriu flet një fjalë, e ban një krim nga ngutësia e tij, çka bën ai njeri? Kush e ka në kontroll? E ka shejtani alayhi lane. Allahi nuk na ka kriju neve mu ka nën kontrollin e shejtanit.
Gjuhën tënde më ia dhon me qira shejtanit. Dorën tënde me bën zullum ia dhon shejtanit. Prandaj mos u bën qiraxhi shejtanit. Banu rob i sinqert i Allahut. Porosia e parë, mos u ngutni. Fjalët dhe veprat tona ti kontrollojmë, që ta rregullojmë dynjan dhe ahiretin ton, se nëse e kemi veten kontroll dhe nuk ngutemi, do të jemi të shpëtuar në dynja dhe në ahiret. Allahu na boft nga këta. Këshilla e dytë, mos e humni në këtë dynja luksozi është shtu shumë, mirësit janë shtu shumë, është shtu kibri, është shtu vetëpëlqimi. Më kanë i dashurum vetë vete, nuk ka sen ma të prisht dhe ma i keq për shpirtin tanë. Ma shkurt, kush donë me rujt dynjan dhe ahiretin, mës dashurohet në vetë vete me thonë se unë jam ma zëngjini, unë jam ma i dituri, unë jam ma i menquri, unë jam ma i forti, unë jam pushtet ma i forti. Ti kur kush nuk je. Pa Allahun ti kur kush nuk je. Pa mshirën e Allahut ti kur kush nuk je. Pa iman ti e ma i nënçmumi. Ti që e pëlqen vetën, pas ka hini shejtani madh. Thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalatha muhlikat, 3 njerëz janë të shkatruar. Një prej tyre është ijabul mar'u bi nafsihi. Ai i cili është i dashurum vetvete dhe nuk ka mundësi me hinë në xhennet ai që i dashurum vetvete. Ai që ka kibër, ai që dashurohet dhe thotë unë jam i mençur, unë jam i ditur, unë jam ky, unë jam atë, e thotë unë Allahu do ta mposh, do ta nënçmon në dynjë dhe në ahiret. Allahu na ruajt edhe nga ky ves i shëmtuar. Ruaj dynjan tënde, mos u dashuron vetvete. Ruaj ahiretin tënd, xhennetin tënd, se në xhennet nuk ka vend për mendjemdhjet, për ata që dashurohen vetvete. E treta, Allahu na ka krijuar me zemër, Allahu na ruaj zemrat tona. Vend që Allahu e shiqon imanin ton, takvallëkin ton, sinqeritetin ton, bindjen ton është zemra, at-taqwa ha huna. Prandaj mos e smuni zemrën. Elementi i tretë, porosia e tretë, e para ishte e ngutmja nervoza, e ngutmja për shpejtimin në veprim dhe në fjalë. E dyta ishte mos me pëlqy vetën, mos më kanë i vetë pëlqyer. E treta është hasedi, xhelozia. Allahu ka dhënë gjitha të mirat e Allahut. Ka shumë njerëz kanë shumë të mirat të dynjas, nuk kënaqet me të mirat që ja ka caktuar Allahu. Synin e ka te kojshia, pse Allah i ka dhënë atij më shumë. Pse Allahu këtij ka dhënë më shumë bereqet, po t'ja xhelozon mirësinë që Allah ja ka caktuar atij më shumë, kënaqur vllai dashur. Vallai ky kojshia ka bë promet më shumë se unë. Edhe gjithë natën nuk zën gjumi. Në vend që me bë dhikr Allahun natën, ti e djeg shpirtin tan, pse Allah i ka dhënë bereqet atina. Pse Allah i ka dhënë mirësi atina. Mos u mirë me mirësitë e huaja, falendro Allahun me mirësitë tua që ti ka dhënë dhe kojshies që i ka dhënë dhe vllaut që i ka dhënë. Por hasedi, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, el hasadu ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al khatab. Hasedi, xhelozia, i han punët e mira sikur zjarmi drum që i djeg. Atëherë mos e djeg zemrën tonë, se me zemër djeg nuk hihet në xhennet. Me xhelozi ndaj vllaut nuk hihet në xhennet. Me zemër të smut nuk hihet në xhennet. Illa men atallaha bi qalbin salim. Në atë ditë nuk ban dobi asgjë, ban dobi zemra e pastër që ja u dëshiron të mirën vllaut tan, kojshies tan, dostit tan, familjarëve tu. Mos u mirë me smundje tjera. Shëroje zemrën tënde nga hasedi. Sot kjo dukuri është shumë prezente. Njerëzit më shumë mirën me probleme duke ja bajt matematika dhe dertë të tjera të huaja se të veta. Nuk di mu kënaq, Allahut ja hum bereqetin në mirësinë që e ka. Pse? Sa ajo është i smut në zemër. Ai xhelozon në mirësinë e tjetër. A di çka do të më thonë kjo? Mi thonë Allah, ti ke gabu që i ke dhënë atina, s'ma ke dhënë mua. Kështu i bën. Xhelozia do të thotë, o Allah, unë po kam qenë veç mua, ti mos mi dhon. Allahu e ka caktuar, ty më dhon diçka që si ka dhon atij. Të ka dhon atina çka s'ka dhon ty. E Allahu thot yerzu, pejgamberi alisan thot yerzukullahu ba'da ibad. Allah e pros njëri pi tjetrit. Ne kemi ardhur në xhumë, mi shëru zemrat tona, me drejtu dynjan ton, mos u nervozo. Mos u dashuron vetvete dhe mos u ban hasedxhi. Dhe elementi i katërt, el ghadab, nervoza të shkatron dynjan dhe ahiretin. Nervoza të shkatron dynjan dhe ahiretin. Erdhi njëri te Resulullah i tha ja Resulullah ansahni
këshillon, tha la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 herë i tha, jo një herë, 3 herë. Për shkak rëndësijës, peshës, se hidhrimi mund më çon kufër, hidhrimi çon midis xhehenemit, hidhrimi ta humb kontrollin, nuk të ban njeri. Njerëzit që humbin kontrollin nuk janë njerëz normal. Ai ke pa kur nervozohet dikush mos më fal se jam nxe. Ti që je nxe, prej çka je nxe? Je nxe se të ka hyrë shejtani në gjak dhe ai të ka ty në kontroll, ta ka marr timonin ty dhe ashtu të çumpën në xhehenem. Mos ja le timonin shejtanit, merr vet dhe shko ka Allahu me çka, mos u nervozo. Hoxh, çish shërona nga kjo punë? Vllai dashur merr abdes, se abdesi e largon shejtanin dhe e largon nga gjaku jot dhe nga trupi jot. E dyta, fal namaz. E treta, largohu për i vendit, lëviz e vendin, largohu prej aty ku je nervoz. Njeriu vran për shkak se bëhet nervoz dikan. I ban zullum për shkak nervozës që ka dhe nuk ka kontroll. Prandaj kanë bë krim njerëzit, vrasje, zullum, se njerëzit nuk e kanë veten në kontroll. Dhe e fundit, Allahu na ruajt nga këto vese të shëmtuara, dembellëki. Islami nuk është feja e dembelave. Islami është feja e aktivitetit. Allahu nuk i don për tac dembela. Filani hoç ka hec për para. Filani vallai kanë hec djem, kanë shkollu. Janë shkollu se si kanë dembela. Kanë përparuar në ekonomi se si kanë dembela, në çun sabah, kanë fal sabahin, kanë dhënë punë. Filani ka hec shumë për para. Janë kanë aktiv. Allahu nuk ta humb mundin tan. Po dhe në xhennet nuk shkohet me kokër shpinës. Unë e dua Allahin pa i lag krat, pa marr abdes, pa u fal, pa shku në shkollë. Atëherë, pse ti vllai dashur nuk e ki jetën e lumtur në dynja, pas në ahiret, se nuk ka mundësi se ai i cili nuk falet, ai i cili nuk lexon Kur'an, ai i cili nuk shkon në shkollë. Pse nuk shkon në shkollë? Pse je dembel? Pse nuk shkon në punë? Punoj hoç për 300 euro. Ti je dembel. Ti nuk e viziton farefisin, hallën, migjen, dajën, tezën. Ti je dembel. E atëherë xheneti hoxha është i jaratist për dembelat jo. Walladhina hum anil lagwi muridun. Çpëtum janë suratul Mu'minun thot Allahu, çpëtum janë ata që e falin namazin me frikë dhe respekt, e minjëherë fillon walladhina hum anil lagwi muridun, dhe ata të cilët ruhen nga dembellëki. Allah i na baft aktiv në fenë e tij, të kërkojmë ditëri të dobishme, të kërkojmë nga Allahu udhëzim, Allahu na ruajt nga shpejtësia në dynjë, ta kemi vetëm kontroll, Allahu na ruajt zemrën nga haseti, Allahu na baft nga ata që bëjmë vepra të mira, kujdesemi, nuk bëjmë zullum, por e ruajmë zemrën tonë. Allahu na dhash të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit dhe na mbrojt nga zjarmi i xhehenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.